dhe organizacë kriminale është i avë dhe i gatshëm në papërgjegjshmëri të plot të shkëlmoj dhe interesat më jetike të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Paten para tyre njeriu i cili detyroi përfaqësuesit e vendeve kryesore të Bashkimit Evropian të nxjerrin jo kartonin e kuq, po kartonin e zi. Mundësin e shpërbërjes së plot të udhëtimit ton 32 vjeçar drejt Bashkimit Evropian. Kupa e Edi Ramës është derdhur prej kosh. Ndaj dhe sot më shumë se kur, duhet jemi në atë bulevard, në ato rrugë, në ato sheshe, për të përcjell mesazhin ton. Se ne nuk pajtohemi kur me një organizat hajdutësh që u ka vjedhë shqiptarve shuma prallore të buxhetit, pasurit pafundme publike, ka vendosur ligjin e mafjes dhe tani don me çdo kusht të vjedh të ardhmen europiane. Prania jonë sot është mesazhi më i shkëlqyer, është mesazhi më dinjitoz që ne u përcjellim shqiptarve në të katër anët në Shqipëri dhe të katër anët e dheut, por dhe që ne u përcjellim miqve tanë të vërtet në Bashkimin Evropian, në Shtetet Bashkuara dhe kudo që janë. Faleminderit. Tjetë skenari i protestës së ditës së sotme, do tjetë një proteste vazhdueshme, apo si është menduar? Faleminderit. Skenari i protestës është skenari një kryengritje të fuqishme paqësore që don të përcjell sot më shumë se kur në vatrat e të gjithë shqiptarëve, por edhe në Bruksel, Washington dhe qendrat Berlin dhe qendrat tjera kryesore, se ne nuk mposhtemi kur nga një narkokratur dhe jemi të vendosur të mbrojmë me çdo çmim vlerat e përbashkëta që njerëzit e lirë ndajnë në Shqipëri dhe në botë. Skenari sot theksova zhvillohet pas dështimit të fazës parë të grushtit shtetit dhe inicimit me njerë të fazës tjetër të grushtit shtetit nga Edi Rama. Por, zhvillohet dhe pas kartonit të zi, që i nëzorën mërëm dhe sot në Bruksel, njeriu që për vjedhjet e tij është i gatshëm t'i ver flakën një procesi aq jetik integrimit europian të Shqipërisë, ëndrës më fisnike të shumë e shumë gjeneratave, ëndrës së Shqipërisë zonjë në bashkimin në Europë. Në këtë kuadër duhet theksoj këtu
thirrjen time për shqiptarët kudo që janë. Është jetike vendimtare kontributi i tyre. Shumë e shumë për i tyre fluturojnë nga vendet ku janë dhe vinë në Shqipëri. Por ftoj ata të organizohen për protestat më të fuqishme që janë zhvilluar ndonjëherë para përfaqësive të narkoshtetit në vendet ku jetojnë. Këto protesta të cilat Partia Demokratike do jap kontribut në saj me antarë dhe mbështetësit, janë sot të domosdoshme jetike. Në këto çaste, në këto momente, kur Edi Rama po ka tejkaluar çdo lloj ligji, standardi, norme morale në qëndrimet e tij si kryeminist ndaj shqiptarëve. Pra, kjo protestë shënon hap dhe siparin e fillimit të protestave pranë përfaqësive të narkoshtetit, për të thënë popujve të atyre vendeve se kjo përfaqësi përfaqëson narkoshtetin, kurse ne në rrugë përfaqësojmë kombin shqiptar. Faleminderit.